Po, si e lexoni janë gjykimin? A e lejon votimin e fshetë në rrethanën ku jena, apo nuk e lejon? Se këtu vetë për thotë në fillim, po flasim për seancën e 15 prillit, e cila ende nuk ka përfundu. Edhe këta po thirrën të rregulloria, po thonë si rregulloria ka qenë me votim të hapur. Mandej në gjysmë seancës, në gjysmë seancën e 7-8 i ka rënë men, hajde bëjna votimin e fshetë. Po, shiqoni. Parimisht janë 3 format votimit dhe kjo në krejt botën demokratike është. Edhe në rregulloren e punës Kuvendit është ashtu, edhe në vendimin e 2014 është parapara dhe votimi msheft. Por, për këte duhet e tham pak më parë, po e përsërisim për shikuesit tuaj që t'jemi më të kuptueshëm dhe më konkret, duhet ketë një marrëveshje, duhet ketë pëlqim. Pse? Se ekziston mundësia që të merren vesh për një seancë plenare, në këtë rast seancën themeluese, konstituive, pa let në këtë rast ish kryetar dhe nënkryetar të Kuvendit për një votim të kësaj natyre, të hapur ose të msheft. Nuk janë marrë vesh, nëse nuk janë marrë vesh, kjo që po bëhet është